Qëndrojmë në Rahovec, ku bashkë me drejtorin e bujqësisë së kësaj komune, zotri Berat Duraku dhe veterinarin Ibrahim Nuredini, vizituan fermën e lopëve të Kushtrim Sadikut. Në këtë vizit pam nga afër realitetin e blegtorisë në këtë pjesë, sfidat me të cilat përballen fermerët, por edhe përpjekjet institucionale për t'i ndihmuar ata. U njoftuam edhe për programin e vaksinimit të kafshëve që zbatohet tashmë prej 3 vitesh, për përvojën e trajnimeve të vazhdueshme dhe për ndërgjegjësimin e komunitetit bujqësor. Rubrika në ferma jonë kemi me realizu ndryshe, përveç që kemi arë në fermën e Kushtrim Sadikut, ne do e realizojmë edhe një intervist me drejtorin e bujqësisë Berat Duraku, këto do më thanë drejtorin e bujqësisë të Rahovecit, pra jemi në fshatin Krushe Madhe dhe faleminderit shumë për kohën. Di se keni marrë ndërmarrë një hap tjetër ndryshe, një projekt ndryshe, se mu nuk është që më kanë pa dveshën kështu me mantil, kështu që pivjan që veterinari është të punu atje. Faleminderit shumë për kohën, drejtar. Faleminderit për juve, mirë se keni ardhur këtu këtë madhe në komunën e Rahovecit. Mirë se ju gjatëm. Faleminderit edhe fermierit që na ka pranuar këto. Tash jemi në fermën e Kushtrim Sadikut, i cili mbashton lopë qumështore. Po, si të theke, jemi në një projekt kontrollës dhe vaksinimit të baktive. Ky është viti i 3 rresht që e bëjmë si komunë e Rahovecit. Edhe tu e pa si sektor, blegtorin, që është jo në kushtet mira, jo në ditët më të mira që blegtorisë, kemi ndërmarrë një masë për ta përkrah këtë sektor, qoftë edhe për shëndetin e kafshëve, qoftë si ndihmë javan fermerit, që ky mos të shpenzu më shumë mjete për me i vaksinu. Vaksinat janë të llojeve të ndryshme, të cilat i bëjnë disa prej smundjeve. Tash kemi edhe veterinarin i cili mundet të na e vënë. Ai po e përfundon punën e vet, kështu që kur të e përfundon e realizojmë një intervistë me ta. Ky proces është për të gjithë fermerët e komunës së Rahovecit, të cilat mbashtojnë lopë. Edhe besoj që brenda 2 eventualisht 3 javë, varësisht prej kushteve, do ta përfundojmë si proces të përgjithshëm. Po, drejtar, komuna e Rahovecit njihet për rushën, me blegtori ma pak, se mund ka ra me vizitu ma pak ferma, po është një hap shumë i mirë, sa i përket në mbështetjes të fermerëve të themi, se ti veç e ceke që normal kushtet janë pak ndryshe dhe është një ndihmë shumë e madhe për ta. Po, sa ferma janë gjithsej në këtë komunë edhe, do të them shatra që se ka ra numrit theme, Qa ashtu, në komunën e Rahovecit, 2 si top sektoret prioritar janë vreshtaria dhe perikultura, po do thotë se nëse kemi edhe blegtorinë, bletarin edhe sektor të tjerë. Në komunën tonë diku rreth 120 ferma i kemë, edhe me diku 2700, eventualisht 2800 krerë bakti. Fatkeqësisht ky numër nuk është i mjaftueshëm për nevojat tona edhe të tregut tonë. Po që ky numër na ka ra prej viteve në vit dhe është fatkeqësi kjo që numri po na vjen i krerëve baktive. Edhe i fermave të cilat për shkak të faktorëve të Cili mendon që është shkaktori kryesor? A mendon që tash nuk është që po e dojnë ma blegtorin me e punu? Pikërisht do të është kjo që jemi boka pak edhe ma zotni. Po, e vërtet. Edhe po pritojnë me omar me baktime. Nuk po donë me hy një fermë me umushme. Tani në anën tjetër po thonë mishi shtrajt, qumshi shtrajt. Unë po mendoj që nuk është akoma është ato, ala do të me shtrajtu, për shkak se ne nuk po dojmë me i zhvillu këtë sektor. Po mundohemi me ndan ndihmë fermerëve. Diku rreth 2 milion litra janë në 6 orën e parë të qumshit të cilat fermerët tani dozojnë për pikat grumbulluese. Do të thotë në komplet vitin janë diku 4 milion litra. Nëse jemi prej komunave që kemi një sasi të konsiderueshme të qumshit. Ç'është bën mundi drejtar kur të vjen kështu edhe i viziton fermarët? Përveç asaj punës që e ke në zyre edhe do të thonë ki punë me gjëf, po kur të vjen këtu ndoshta është një familjesie ndryshe. Edhe kur të shohin fermerë kështu nga afër. Ndjenja më e mirë, se vetëm zyra atje. Ndjenja më e mirë është kur ti viziton fermerën nëpër vendin ku qëndron ai, ku vepron. Edhe që disa vite rresht na veç po nuk besoj që ka merr një fermer pa e vizituar.
e kemi fokusin të blegtoria, po mundohemi me përkra, përveç vaksinimit ne kemi përkra me subvencion direkt fermierë blegtor. Në vitin e kaluar veç kanë marrë fermierët secili që ka dëshmuar me dokument, ai ka qenë përfitues, nuk e kemi refuzuar as edhe një me takatin që ka komuna, për shkak se ne fondin e buxhetin nuk e kemi as të mjaftueshëm për me ndihmu edhe më shumë. Cilat mendon që janë sfidat që po përballet bujqësia themi në vendin tonë, Kosovë në përgjithësi? Njëri prej problemeve që besoj të na kushton neve për me pas vështirësi fermerët është fatkeqësitë natyrore edhe mos funksionimi i sigurimit bujqësore. Në vitet e kaluara ka qenë një projekt i IFC-s, ku janë mundu ta fusin në gamën e shërbimeve dhe sigurimin e produkteve bujqësore. Në vitin e kaluar këtë vit nuk Ministria në atë kohë ka përshkruar dhe policën e sigurimit me subvencion. Po këtë vit nuk kemi, e që sikurse në momentin ku po flasin ngricat e datave 5, 6, 7 prillit kanë ndiku që po besoj që diku mbi 70% e rreshtave janë të dëmtuar në këtë vit. Cilat janë planet për të ardhmen drejtar? Si drejtori i bujqësisë, po në njëjtën kohë edhe domethënë që më dalin ndihmë fermerëve, po edhe murit edhe me prodhimet tona vendore, si qumshti, djathi, po të njëjtën kohë edhe rrushin që e kemi edhe krejt murit edhe ekonomia e vendit tonë. Përveç ndihmave cilat janë ato sigurimet që në fakt përveç ndihmave që ne mundohemi direkt i përkojmë fermerët në gjithë sektorëve, goxha mjete harxojmë ose investojmë në projekte kapitale në sektorin e bujqësisë, për me rregulluar infrastrukturën bujqësore. Të bie fjalët e kanaleve të kullimit, që e thashë pikërisht për mungesë të kanaleve të kullimit, ne jemi dëmtuar, fermerët tanë janë dëmtuar nga fatkeqësitë natyrore, nga fyrat e rrëndësishme që kanë ardhur, edhe i kanë marrë sipërfaqet tona me tokat bujqësore dhe janë dëmtuar perimet. Po ashtu, njëna edhe prej kërkesave thuja kryesore e fermerëve është rregullimi i rrugëve fushore, fushore dhe rrethare. Për çdo vit ne kemi kontratë, jo me i plotësuar të gjitha kërkesat, po mundohemi të rregullojmë rrugët e fushave për mirë kriju çështën e fermerëve nëpër planat e tyre. Edhe njëna prej kërkesave kryesore të fermerëve të rrugës është kjo për rregullimin e rrugëve fushore. Kushtrem, e kemi drejtorin këto, na i kërkesë, na i kritik. E ki këtë përgjigje direkt. Unë jam i kënaqur me këtë drejtore. Pa këtë kuptime se këtë konektie që vje shumë i mbrojnë shembull të lopë, shembull mos buka apo jo smuja. Faleminderit shumë për drejtorit, jemi të kënaqur shumë. Si nis dita në fermën tënde, sa krahë lopi ke dhe që sa vite merresh me blegtari? Unë mjëna që 20 vite. Janë 64 krejt për momentin. Janë të mëdha 36 copa. Këtu motor perspektiv s'ka. Pse po mendon? Unë mendoj se shembull përkroja s'ka për ministrisë shumë mëdha. Ka dedikum. Shembull janë në krushet mëdha 40 firma. Tash veç kanë met 4. Për çfarë arsye shembull kanë met këto 4? Veç dhe mikit që s'ka mbështetje për shtetit. Me vonesa jemi shumë ndaj subvencioneve. Për çfarë arsye? Domethënë, shumë ka përkraje pakas. Ne duhet më tepër se kur ka bujqësi, ka ekonomi. E vërtet, po. Qatë ditë kur nëllet shembull bujqësia, aty nuk zhvillohet ekonomia. Këtu bujqësia shumë pakas që ka e përkrajnë. Me sa krahë ke filluar në fillimet e tua, çu mendon para 20 viteve që ja ke dalë themi tash sot kur je këto me këtë arritje kaq të madhe? Unë jam nis me 15. Me 15, po. Po, tash kam arrit dhe me kemi që ta. Kam dëshirë me zgjatë dhe pakës këtë shtallën, se kum bua edhe që aty pakë vetë. Edhe 6 metra, po du me një zgjerua këtë lopë, se kum edhe që aty për mas, do mu shtjera që i kom nëllja 20 copa, po tash për momentin du të me zgjerua po këtë anej. Po, sa janë të mira në shtafitimet, edhe çfarë race të lopëve ke? Unë kam edhe shtajm edhe cimental. Po, janë të përshtatshme për qumsht, për mesh, apo si... Si për qumsht dhe për mish, jo. E bën shitjen e tyre? Po. Domethënë në fabrikë apo... Jo, kështu privat. Privat, domethënë, ke arrit me fituar besimin e njerëzve që me ble qumshtin e... Jo, qumshtin e që... E dërgon në fabrikë, po? Po, këto e shisin privat. Domethënë vinë këto dhe e shohin edhe e bënin në shtaprerjen vet, apo si funksionan? Jo, ata unë e shisi, ata vojnë preja, se ti... Po, sa po shkon një lopë tash?
tash në momentin... Edhe si mendon që kanë ndryshuar nështë standardet vit pas vite, nështë me çmime? Po tash kërkesat shembull ty i hek lopt, ai mishi ty u rrit. Po rritet të mishi, po rritet në sonë ushqimore. Po. Se unë kom marrë shembull thesin koncentratin 7 euro, tash nuk e marrë 7 euro, po e marrë 14 euro. Po, dhe më thanë është rrit 2 fish. 2 fish. Që aty shembull duhet më nel njerë me analizua ku janë fitimet. Po ti në njëjtë kohë nështë se je i lumtë përderisa vazhdon edhe sa të me punu këtë punë. Nga se s'na përkrojnë ministria, unë jam gjendje edhe sot me unë kom para 2 vjetë, kom edhe doktorën folim shumë shpesh me këta, kom dash me dalë për jashtë, një klop krejt, me shumë me seriozitet fort për të thomë. Se dikushi po thot që ka përfitime shumë maja pilove, ata jonë për mua. Ja se kalëzojnë realitetin, ja po rrajnë. Pse po me ndonë? Po du të më ardhë njerë me këqyrë realitetin qaj që thot që ka përfitime në regull, që unë shembull 64 copa i kom, që përthojnë 2-3.000 euro, në të mi jepi ka 1.500, unë i japi kaj lopë. A kuptove? Me njërë shumë sinqerisht për foli, edhe në regull në ta marrin përfitimin e ta në ta këshujnë se ku jonë lopëra, se këto dojnë hongër. Po, e vërtet, dojnë punë, kujdes. Edhe ta shune vetë, baba edhe një vlla i Kujdesesh për to, dhe më thanë është edhe mungesë fuqia punëtore. Po, punëtore. Që nështë ndikon ma shumë. Ashtu, me bu mi marrë edhe punëtorët, këtu jemi me humbje. Po. Po që është bënë mundi kur vjanë edhe isha të shëndetshme? Shumë mirë. Shumë mirë, se është, që shka thënë ata, susi që më i madhe i jetës ta më që ku më arrit që ta më i bëhe. Po. Në shta knaci me punu me kafsh? Shumë o knaci, unë për vetë jenë di edhe jo më i ratun, në shpirë është më e laksun, shumë mirë ndi vetën. Besoj që është një knaci shumë e madhe edhe kur ju ndihmon edhe... Ndihmoj, ka këto dhe s'kanë goj me fol edhe si nga një tonet. Po. Bi gjitha në jemi, shumë veterinari e shpeton edhe njerëzimin, e shpeton edhe botën. Po. Zoti Ibrahim, të kam paka shumë edhe pak për profesionin tanë si veterinar. Veterinar. Si arrite me u bo dhe si ardhë ajo idea me u bo veterinar? Si veterinar më ka thonë babën e më pas përgjes i shkollës mesme, më kanë bëjt në duft, ala unë si shdukan. Baba më ka thonë këtë profesion edhe mje kish pas, mu më do këtë ideja që luar shumë. Veç duhet me dash profesionin me zamrën dhe me shpirt. Sa ka qenë është e vështirë edhe me i kuptu kafsht? Me kuptu dhe në varet. Me kuptu atë botën e tjera? Duhet me pas dashuri edhe ndaj kafshëve. Po sa Heq shpejt me dashuri. Sa është e vështirë nështë me punu me to? E vështirë, që se do kafshë nuk ma vështirë. Cili ka qenë është një moment jote i vështirë? Besoj që i ke një karierë gëgjat gjatë në këtë... Po, nëj që 16 vite si veterinar. Që 16 vite si veterinar. Edhe ka pas në i moment? Ka pas në moment, e kemi jo nga në shkelime në jo me gjithë se rumi në kemi mësue, po edhe atë jo në false, se kjo nuk kupton, optan. E vërtet. E vërtet, o kafshë në bëgjeva. Po, atëre pra neve që e tregum që jemi në fermën e kushtrimit, tregum paka shumë për këtë iniciativën që e keni marë ju me drejtorinë e bujqësisë, të më thonë për vaksinimin e kafshëve. Vaksinimin e kafshëve, kjo është viti 3 në që vaksinojmë për komunës Raveqit. Vaksina është Clostridia. Clostridia është një bakterie gram pozitive. Këtu përfshihen disa smundje. Këto smundje janë enterokoksemia. Te enterokoksemia janë që përfshin disa smundje të ndryshme. Kemi enterit hemoragjik, te vizha tirok, edema malinje, kamzezat e lopënosht, kemi enteritin hemoragjik edhe te vizhat, edhe te kingjat. Po. Edhe si duhet me u parandalu kjo? Mas parandalimi, bakteria zakonisht, po këtë në epizotologjia. Epizotologjia vjen zakonisht që kjo bakteria vjen prej tokës, prej fekaleve të ndryshme. Viqat zakonisht edhe kingjat e marrin prej nënës. Mas prej papilës, më konë për lyrën me fekale, me ndotje, kur në dhe temperatura e ullë. Ko ndikojnë shumë. Se këto zakonisht vaksinim bëhet në vjeshtën e vonshme ose në pranverën e hershme.
Po. Do të thonë këta në pranverën e hershme ju vetë se keni Po, kemi filluar. këto vakcinimin e tyre. Po, Vaksina është kubëllak, okay, çfarë? i përfshin në 7 valente është, për 7 javë tash. Po. Kam zezë, endema malinja, këton entrit hemoragjik, edema malinja, thojmë, të dele zakonisht bën i ojt kryja, Okej. se të toksina, Po, qysh, enterotoksemi. do më thonë qysh e vren që kafsha ka nevoj për vaksinë dhe do më thonë që u ka shfaq ajo smundja. I kemi disa shenja klinike. Këtë rast Te lop po. që të këmzeza. Te këmzeza kemi zakonisht e rok muskulaturën, i bosin formë krepitacioni. Po. Krijohet plak e madhe, sikur në formë rumbullakët, krijohet edhe qalojnë, Po. edhe e humbin oreksin, e humbin edhe qumshtin, nuk ka lopa. A mendon? Probleme ka me kom. Po. Se zakonisht kjo këmzeze e rok këmbët. Po, nëse në shtatë nuk ndërmarret masa e shpejt, a mendon që mundet edhe me humb? Humbja është e madhe, mos më vaksinua, humbja është e madhe. A mendon që në shtatë fermer tash punën që e bojnë në këto me kafshët e tyre, e përfundojnë edhe vetë. Do të thonë nuk është që thirrin veterinar. Ka raste po. A mendon që nuk është e mirë kjo që e bojnë? Në shtatë duhet me... Unë pak po them duhet me pas më shumë informacione, Po. pak pjelo edhe çmimi është i dopt, se pi blen tani sa po kushton edhe kosto. Kjo është prej komunës Falas, në avën Po. që 3 vite, a vetëm i blen është një kosto. Do të Për çdo lop sa mund një veterinar blen nga 5 euro. Po. E këta kanë prej komunës Falas. Po, kjo është një ndimes shumë e madhe. Shumë e madhe. Lidhesh shpirtënisht me to, sidomos kur je veterinar që e punon këtë punë që 16 vite. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit respekti juve.